Nëse në mënyrë sistematike ti del dhe i thu dikujt Sami Serbia, ti i thu kriminal, ti tjetrit i thu hajn. Për shembull, e kujtoj vesh një deklarat të Dejona Mihajlit në njërën prej zgjedhjeve lokale, ku jem shefi, thoshte, Sami Lushtakut. Dil mos u tut. Çka është kjo? Kjo është nxitje për tensione. Po e thëmë, sistematikisht ata kanë provoku në Drenicë. Po, me kam dëgju fitore Pacolin, pra, e cila thot, njët për i thoni edhe ju Albin Serbia, pra, njët për i etiketani edhe ju vetëvendosje, si një i lidhur me Serbinë, si tradhtar, pra, gjuha thot edhe opozitës, është njët nëse, po themi, ju akuzoni vetëvendosje për këtë gjuhë, edhe ata për ju akuzoni ju që keni të njëtën opozita, bile, opozita është kritiku shumë, ma herë nështë edhe me të drejtë, edhe pse nuk e mbështes asnjëherë dhune. Opozita është kritiku shumë për gjuhën e saj konstruktive, për depolarizimin cilin e kemi votus tonë, njerë që për çdo ditë e ndjekin skenën politike dhe janë votus besnik dhe që dojnë PDK-n. Janë një keq pse nis po reagojmë dhe asaj dhune me përmasa shqetësuese, tu mundu me qenë depolarizus, tu mundu me i shërby një diskursi ma të balancuar, sepse 16 vjetë në opozit e në pushtet dhunues. Kjo është, çka prodhon me një shoqni si e jona, një polarizim e konfrontimi tillë? Ku e çon shoqni dikush që çdo ditë një herë i çun hajvana, mane i thot opozita duhet me u zhduk, mane ata përfaqësues ose njerëz që ndjekin ato lehtësisht dalin i thojnë dikujt ti e hajne, ti e i Serbise. Krejt komentet në rrjetet e mia sociale të artanit ati tjetrit janë ti e me Serbin, ti e shkin, ti e ajo. Dikush që nuk të nje me hime këshyr, njeriu duhet me nal komunikimin me publikun. Këta e kanë pru shoqnin deri një dhunë që beso është tepër e rrezikshme për një shoqni demokratike. Dhe ku ka dhunë, ku kryhen fjalët, ku fjala ma nuk kryen punë, dhuna është evidente. Ka shpërthime, sepse jemi njerëz bre, nuk mund dinjitetin ta me ullë, qëndroj një herë, 2 herë, 3 herë. Me gjitha, detyre e njerëzët politikës. Absolutisht, njerëzët partive politike është të ikin në çdo kush dhunës edhe këtij polarizimi. Pra, po e them, e dënoj dhunën, por po e them, nuk mund të dënoj diçka që Zotin Lushtaku e ka pru me një moment të ranë, që për 2-3 vjetë e fundit ka qenë targeti kryesor i tana linqimeve, sa her kemi pas zgjedhje tensionet ku ju kontritura, ai është ndru me një gogol, që të gjithë prej Dejones, Adriana Matoshit, të gjithë përfaqësuesve me mënyrë të orkestruane e kanë prekë të njëjtë. Dhe na, unë s'po them që është e pranueshme ajo që ka ndodhur. Nuk do duhej me ndodh. Po, rastet njerëz ka një herë reagojnë në mënyra të çuditshme. Nuk du me besu që ndodhë, dhe unë jam e bindur që reagimi i Zotit Lushtaku ka qenë reagim i një njeriu që dikur shpërthen, se jemi njerëz. Por pra po e them, kjo nxitje që po e bën partia që është sot në pushtet, që i ka pas 51%, e që nuk i kalon venit asnjë sukses të vetëm. Dështimet brendshme, dështimet jashtme, sot konfrontim të shoqnor deri në vllavrasje është komplet e padrejtë dhe shoqënia duhet sa më herët me u largu prej këtij narracioni. Zoti Hamza ka qenë njëri prej njerëz që më shumë ka kontribu që me SB, me ul nivelin e këtij komunikimi konfrontues e polarizues në skenën tonë politike. Shumë shkurt do të thonë sa i takon këtij inskenimit. Unë mendoj që inskenimet kur bëhen prej shteti marrin një dimension shumë të rrezikshëm, edhe marrin një dimension ku demokracia mandej suspendohet. Edhe ky skenim që është bë në Skenderaj, unë mendoj që duhet mu hetu edhe për prokurorisë nëse shteti, instrumentet shtetërore, parti politike, ministra, kushdo qoftë kanë pas gisht në inskenimet të tillë për me prodhu. Çka po dyshoni? Çka po dyshojmë, Leo? Paramendone që tha Valoni. Paramendone sikur ky incident kish marrë për masa shumë ma brutale, do më thonë se sa që ka pas. Dhe të e njoftë Zotin Kurti, unë mendoj që me pamjen, mos më keq kuptojmë, po me pamjen e aktivistit ti nuk u ka një kënaqur. Do më thonë, sepse ai ka tregu edhe me njësinë speciale kur u ka thonë atëherë, që i ka pasë në takim. Pra,
Kë skenimi që është bo nga shteti, ka mujtë me pas një dimenzion tepër më të madh, edhe të përmasave nashta edhe ndaj luftës civile të vogël. Po këti nuk i interesojnë këto. Do të thonë, kë nuk është, se më thonë, nuk i interesojnë pasojat e akteve të tij. Tjetra është, na gjithmonë po reagojmë ndaj frikës që kë e krijon. Do të thonë, kë e krijon frikën, që me demek janë do parti politike, të lidhura me Serbi, me Radojqiqin, edhe që mu nuk po mlojnë me punu. Pse Kosova din që edhe kur t'i kam 51% s'po mlojnë me punu. Edhe me të dhejtë s'mlojnë me punu. Mirë, a i mundet me pas të një farë strategjie, po jo, që të pëtalë në leo, që të pëtalë që unë pre e provokime, ose nësë jenë provokime, pra, si që po thotë PDK-ja, edhe pjesë e kësaj që tha Blerta, pra, që ka njëherë pastaj fjallë s'po krynë punë, pra, a i shdo është me ranë në këtë diskurs partit politike, se është problematike kjo. Dëgjo, unë po thom edhe njëherë, Zoti Kurti ka kriju që të farë nevojen që edhe ndaj sjellës ti brutale, edhe ndaj sjellës ti ilegale, edhe kur keq përdor shtetin, edhe kur keq përdor AKI-n, policin, gjitha mekanizmat, edhe kur të përdor pështnimin, përçarjet, demonizimin, mallkimet, edhe krejt ato gjygjet virtuale, na prap du të me qenë, se më thonë, më sjellë njërë njerëzore me të. Korrekte, pra, pa gjatë. Këto e ka kriju, këtë nevoj. Edhe unë e mendoj që kjo nuk mundet me qene përjetshme. Sepse zullumin që ja ka shtru Drenicës, jo që 6 vjetë, po dhe ma heret, është zullum permanent, edhe është zullum, si me thonë, sistematik. Nuk kjo, Artan, nëse ai e ka pjesë fushatës, këto që po thoni ju keni 500 forma për më ju revanshu. Pra me ide, me politik, me aksione, me ato çfarë mundet me bë mbrana ligjit një parti politike që kanë detyrë. Pra nëse dëgjoj, na jemi në një periudhë, se më thonë, të parafushatës, ku gjitha partitë politike tu përfshi edhe partia e tij i marrin matjet, edhe unë thash, matja që ka marrë ai ka shkaktu traumë. Do thonë, ati ka shkaktu traumë edhe ai është duke vepruar në panik, është duke nxjerr këta trikat e vjetër, jo si kemi thënë. Jo si kemi thënë. Jo si kemi thënë. Nuk e kemi thënë se s'ka pas situatë një vetë kritik, se ju ndihmon me qenë ma vetë kritik. Po, me qenë vetë kritik në çfarë aspekti? Po, në aspektin që mos mendoni që u kry kjo punë, ky ka ra edhe na po. Nuk po them, unë po them që veprimet e tij ndërlidhen me panikun që ka. Për shkak të riorganizimit të skenës politike. Po, për një këthy temës, Leo, edhe për përfundoj, unë mendoj çka ky po bën edhe në vazhdimsi që ka bërë që 6 vjet është injektimi i frikës. Do të thonë në popullat, në forma të ndryshme, edhe profesori dhe ma mirë, frika i përjashton alternativat, do më thonë i përjashton mendimin racional, e suspendon logjikën. Pra na sot, edhe mediat, edhe shoqëria, po thamë, nuk po bisedon për tema që neve për një mena na interesojnë, po bisedojmë për një frikë e cila është projektu në mënyrë, se më thonë, që është gjeneru në mënyrë artificiale nga ky pushtet. Po, unë e besoj që ditëve tashme ne do të hymë në fushatë reale, edhe aty do të matë me zotin Kurti se çka është oferta e tij, çka është oferta e Partisë Demokratike të Kosovës, edhe do të shikojmë nëse ky do të vazhdoj të përdor instrumentet shtetërore, duke keq përdor ato për manipulimet edhe mashtrimet të popullatës. Në fakt, Artoni po thotë të fillojmë fushatën, që po duket në fushatë jemi. Apo që unë vetë diçka kisha përshtat. Po me qenë normale në kuptimin që partit kanë me shpallos programe, kanë me thonë kena me rritë rrove, kena me bëtë termocentrale, hidrocentrale, një fushat këtë tjetër në fakt. Albin Kurti varë pushtet duke mini tregim të thjeshtë. Duke tregu se kush është Albin Kurti, kush është e keqja e këtij vendi. Gogullën e periudhë. Aje që është përgjegjës për këtë ato që kanë ndodhur sipas tij. Do të thotë ai funksionon përmes kësaj formule.
duke i tregu publikut një të keqe, një armik, një figurë të armikut. Badihova mundohesh ti me ide, me plan programe, me ide ekonomike, politike, ato nuk funksionojnë. Dhe ati vinë gjithmonë një gogol, i vinë një figur armik i cili kërcënën, thujza, këtë vend, këtë shtet, kështu, edhe ja ku jam one për ta mbrojt këtë shtet, për ta mbrojt juve, qytetarë prej ti. Këtë na po e dim tash që 6 vjetë. Problemi është se opozita nuk po bën asgjë që ta fus në treg rrëfimin e vetë. Ju s'po bëni kur gjë vetëm pe denonconi Albin Kurtin. Ai po punon, ai po prodhon imazhe, ai po prodhon figura, ai po prodhon armiq. Ju vetëm po rrini edhe po na tregoni. Po na tregoni çka po bën Albin Kurti. Pra, ju nuk jeni në rolin dhe të cilin jeni për me na tregu neve se çka po bën Albin Kurti. As nuk jeni për me na tregu sa se ta do shta me lip se këta zëtë, se këta kushtë po fullë, edhe po mënonë si Petri Hamza me dytë me shtuqe, ju po thune qëre që shpër panevro ma so ma mirë se për të këja pas ka reagu sa bukur. Po vje punat e në pithuni juve, jo se ju s'kini drejt kështu me reagu. Do të thonë me në që është eron pak, daj për të kërë, edhe ja dy Serbia, ato i ka onë Ramosh Haradinaj, e i ka onë do analista në përstudja që sëtë se dhja janë asja. Duhet me qenë manuftarak. Albin Serbia. Po, pa tjetër, po... Duhet me qenë manuftarak, jo rëfimto. Me populist edhe praktikat në botë kanë të regu që unë mendoj që duhet me punu në dushina. Në njërën anë, është mirë me bisedu me qytetarë për me demasku qëllimet e tyre që janë shumë të rëndësishme. Njerëzit duhet me kuptu se cilat janë qëllimet e tyre, cilat janë mjetet të cilën ata i përdorën në njërën anë. Në anën tjetër, unë e mendoj që Partia Demokratike... Jo rëfim, jo denoncim. Jo, denoncim është shumë i rëndësishëm. Demokraci pa denoncim nuk mund me kryu as platformë politike. Nuk mjafton. Nuk mjafton. Me që nuk mjafton, ne kemi ofru alternativa. Ne kemi ofru alternativa, po në thash, frika edhe joshja, sepse për ndjekja dikur ka qenë pjesë e sistemet totalitare. Albin Kurti ja ka shtu edhe një. Do më thonë frikës, për ndjekjes, për qarjes, ja ka shtu joshjen në prak të fushatës. Edhe përdorën e këtë motorikës shtetnore. Pra, e kemi për herë të parë një lider që udhëheq shtetin edhe që përdor teknika, edhe joshjen, edhe do të thotë, cilë është efekti joshjes? Që ata që marrin para për ati, ata e mbrojtësit më të mëdhejti. Pra, se cili njeri, e runë për dhënësin e ti. Frederiku, po që po bën ti, ti si opozit, si kundërshtari, ti politik. Ne po themi që kënjeri është mashtru, që kënjeri po keq përdor paron publike, që politikat e ti janë politika afat shkurte që nuk i ndihmojnë shtetit, nuk ka transformim ekonomik, nuk ka as transformim shoqëror. Jo po komenton. Jo qëndrune komentator politik. Jo komentator, po shumë shkurt. Deri tash komentova. Prof, nuk na tregut kur gjë se çka keni ndërmend me bu. Po çe prof, që edhe tregoj se çka kemi me bë. Nëse shikojnë fushatat e zgjedhjeve të kaluara, nuk ka parti politike që ka ardhur si PDK me një program të qartë se çish ka më qasë të gjitha temave për cilat Albin Kurti nuk flet, se ka suspendu logjikën, unë thash, kë ka kriju ankth kolektiv, kë ka kriju afekt kolektiv. Njerëzit pra nuk e bojnë pyetjen, a kam shërbime më të mira shëndetësore, a kam siguri, a kam shërbime më të mira në shkollë, a kam rritje të paga. Pse? Sepse ka kriju frikën. Serbia është të nara, po për mrana e kemi edhe të njerëz të lidhën me Serbi. Kush? Njerëz që kanë dhënë, do të thotë që ajo Drenic ka dhënë mas shumti. Edhe Ismail Sylla thotë shumë mirë, është transfuzion i gjakut për Kosovën, ka qenë gjithmonë.